Klubi i volejbollit Tuskana ka shkruar historinë në sportin kërçovar, duke u bërë kështu skuadra e parë e femrave, e cila do të garojë në elitën e volejbollit në vend. Sukses ky, i cili u kuruzua me fitoren 3-0 në seta kundër ekipës së Forca Volej. E gjithë ndeshja kaloi në një atmosferë festive, me tifozët e shumë të cilët përkrahën vajzat e Uskanës në rrugtimin e tyre historik për të bërë pjesë e ligës së parë të volejbollit për femra në vend. Vajzat e Uskanës me punën e përkushtuar të trajnerëve Bejtullah Emini dhe Bashkim Mehmeti, sezonin e ardhshëm do të përfaqësojnë qytetin tonë në nivelin më të lartë të volejbollit. Nga KV Uskana i falenderojnë të gjithë për përkrahjen dhe mbështetjen për të arritur synimet e klubit.